nga njëherë shumë persona për shembull sprovum nga jeta i majnë shumë mend, preferojnë të vujnë me vetveten dhe për të gëzuar tjerë, të ke parasysh, edhe kjo është një diçka për shembull që qëndron aty ku duhet, sepse do të thotë që këta persona janë të rralla, kupton, dhe kanë aq pastërti në zemër që nuk munden me I bë keq një personi të paktën po se meritoj. Dhe në këtë rast shumë persona përfitojnë edhe nga rasti, po muzika ime është rruga, është vujtja, është frymëzimi I jetës, si puna ime dhe shumë shqiptarëve të jenë nënave që akoma sot për shembull shumë nuk janë kthy, shumë kanë dalë sa mosha ime dhe kjo nuk është një diçka e bukur. Nëse unë nuk e shpreh duke kaluar lkurën time, kupton. Pavarësisht se rapi sotit është shumica janë fantazi, bro. Kupton, shohin telenovela turke, shohin filma dhe nuk kanë të bëjnë fare. Rapi është diçka që ti e jep mesazh dhe jo të dalish të bësh unë të vrasë, unë të pres, nuk mundesh mu bën ti Amerikan. A kupton? Edhe të njëjtën kohë ti ishesh edhe shqiptar. Shqiptarizëm do të thosë paqe, një këmbë, një fe.